Fëmijët serb po vriten nga policia e Kurtit. Varrezat dhe kishat serbe po dëmtohen vazhdimisht. Albin Kurti dhe regjimi i tij po arrestojnë dhe po ngacmojnë fëmijët serb. Këto pamje të cilat sapo ju shfaqen në ekran e që mund të keni parë edhe më parë, pasi ato vendosen si bilborde nëpër kamion që lëvizën nëpër rrugët e New Yorkut në Amerikë. 3 kamion me mbishkrime kundër Kosovës dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti po qarkullojnë këto ditë në rrugët jashtë selisë së Kombeve të Bashkuara në New York, aty ku përmbahen seancat e Asamblesë së Përgjithshme, ku e pranishme është edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Këto mbishkrime të rënda me propagandë serbe u vendosën në qarkullim pikërisht në ditën kur në Amerikë shkoi edhe vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Por një veprim i tillë provokues nga serbët nuk është surprizë, pasi një gjë e gjashme ishte bërë edhe vitin e kaluar, gjatë seancës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas informacioneve, prapa këtyre mbishkrimeve që shfaqen në kamionet lëvizës, qëndron diaspora serbe që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e të cilët duan të tërheqin vëmendje me veprime provokuese. Në këto fotografi shfaqen krime të ndryshme, duke pretenduar se prapa tyre qëndron ushtria çlirimtare e Kosovës, me ankesën se si serbët në Kosovë janë në presion të vazhdueshëm nga institucionet e drejtuara nga Albin Kurti si kryeministër në detyrë. Diaspora serbe që jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që e organizuan këtë aksion, thanë për media atje se janë duke tentuar të nxjerrin në pa një situatë që sipas tyre po vazhdon prej kohësh. Ky aksion sipas tyre po bëhet pikërisht pas deklarimeve të një pasnjëshme të presidentit amerikan Donald Trump para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për disa herëdhazi, Trump deklaroi publikisht se ndërmjetësoi në konflikte të ndryshme ndërkombëtare, duke parandaluar luftëra të shumta, përfshirë ato në mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë e kishte konfirmuar edhe ditë më parë edhe vetë presidentja Vjosa Osmani në një intervistë për Fox, duke deklaruar se në muajin maj kishte pasur informacione për veprimet e Serbisë pranë kufirit me Kosovën, e që do të rrezikonin paqen dhe stabilitetin e të dyja vendeve dhe vendeve përreth. Megjithatë, serbëve në diasporë, siç po shihet, nuk i kishte pëlqyer kjo deklaratë e presidentit amerikan, pasi për këtë arsye ata kanë vendosur të dalin pranë selisë së OKB-s, duke vendosur pankarta që përmbajnë mbi të pavërteta në historinë e vendit tonë. Asambleja e 80 e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e që përmbahet në New York, është një nga ngjarjet më të mëdha diplomatike në mbar botën, e që bashkon udhëheqësit e vendeve anëtare, kundër të tjera është bërë thirrje edhe për paqe në botë. Këtë vit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s janë duke marrë pjesë rreth 150 krye shtetësh, shumë president, ministra, zyrtar shtetërore, mijëra diplomat. Tani për tani në Amerikë gjenden 3 drejtues të institucioneve shtetërore të Kosovës: presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti, si dhe ministrja në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla Shvarc. Që të 3 parashihet të zhvillojnë takime të ndryshme, ani pse ndërmjet tyre ka një krisje të raporteve prej shumë kohësh.